5 qershor, ngriu në luftoni për vendin tuaj. Ajo që po ndodh në Tiranë ka frymëzuar gjithë shqiptarët kudo që jetojnë nëpër botë. Rama dhe tre lindën përbindë që duan që të na cilësojnë si diasporë. Jo, jemi shqiptarë që jetojmë kudo në botë. Fatkeqësisht më shumë se gjysma e shqiptarëve jeton jashtë vendit, sepse politikat 35 vjeçare kanë synuar pikërisht këtë. Ndaj ai brezi i ri, ai brezi i bukur është çuar me të drejtë në tyre dhe kanë frymëzuar dhe frymëzojnë gjithkund. Nesër tek konsullata e Shqipërisë do të protestojnë shqiptar amerikan, brezi i ri, student, dhe mendohet se mund të jenë rreth 200-400 vet. Nuk ka ndodhur më parë që të ketë këtë numër. Do të jetë Fox News, do të jetë CNN, New York Times. Pra, Rama me këtë idiotësi, duke synuar të turpëroj dhe të blej fëmijët e llastuar Trump, ka goditur imazhin e Shqipërisë dhe ka kthyer të majtën radikale në çast e kafshimin ndaj presidentit Trump. Kjo mund të kthehet Ramës në bumerang. Rama dihet që është klyshi i Sorosit. Rama nuk ka asgjë të përbashkët me të djathtën amerikanë. Rama ka qenë klyshi i Sorosit në vitin 97, ku në New York Times, bashkë me disa vëllezër të tij të majt anti-shqiptar, hidhnin vrerë ndaj Shqipërisë, nxisnin përçarjen në Jugveri dhe ndaj u shpërblyje, jo thjesht se nano e mori si varfanjak poshtë urave në Francë. Ka qenë një plan i klanit të Nezhmijës për ta sjellë në krye të partisë. Natyrisht, siç ju kam thënë, duke e blerë me euro ndaj Fatos Nanos, i cili ka një përgjegjësi të madhe ndaj socialistët ndershëm, që shumë prej tyre mund të jenë edhe në ato mitingje që organizohen jo vetëm në Tiranë. Është idiotësi dhe kokëfortësi të mos pranosh këtë lloj revolucioni pelikanësh, si gjuan ta quajnë, dhe të mos kuptosh thelbin e mesazhit që të vjen nga një brez i ri që do vendin e vet. Shqipëria nuk është përshitje, Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, pjesë nga dekalogu i famshëm i Ballit mbi ta të frashërit, me një platformë social-demokrate në atë kohë për që donte atë dheu. Dhe çdo ditë dëgjon të rinj, duket që nuk ka atë lloj organizimi siç thonë, dhe idioti Rama vazhdon, dje ka hetur një ide tjetër që është Irani që organizon këto. Një mendje djallëzore e përçudnuar e një njeriu që jeton në një sovranalitet mund të fabrikojë këto. Irani nuk di se ku ka kokën, se nga çasti në çast Trump mund t'i kthejë në plur, t'i shkatroj tërësisht, sepse aty ka shkuar përplasja e madhe. Dhe Rama kërkon se të blej kohë dhe ta pozicionoj veten si pro-Trump i madh, dhe nuk po kupton që rëra po i rrshqet tek zyra e kryeministrisë. Tek organizatorët kudo nëpër vende përballë ambasadave, konsullatave, sugjerimi do ishte që jo fjalë për burgje. Ai leitmotivi do të jetë që Shqipëria nuk është përshitje. Shqiptarët nuk kanë pse të largohen nga vendi i tyre, Rama zhduk. Rama ik. Ata trinja të reja, trima, të bukur, që flasin me elekuencë, ka nevojë për gjithëkënd që t'ju bashkohet për të larguar Ramën. Vetëm ata nuk e largojnë dot. Tirana duhet dali mbi 100.000 veta në protest. Që Rama ose të zgjedh variantin e Fatos Nanos ose të Gramoz Ruçit,
Ju e dini se si u veshën si gra për t'ikur nga urrëtia e madhe. Po të lexosh me vëmendje mesazhet që vijnë nga masa e madhe, aty brezit bukur është një urrëtie e madhe ndaj politikës. Kanë drejt. Ideja që të kundërshtoshin investimet e huaja është e gabuar. Kemi hyrë në një sistem që investimet do të hyjnë, por të jenë investime serioze. Nuk ka pronar deti në asnjë vend të botës. Në Shqipëri jo e jo. Bregu respektohet, është për të gjithë. Dhe aq më tepër, djallëzia e Ramës, mënyra se si i ka falur të toka, me tralalan Ivanka, mediokrin Kushner, sekser, por që miliardat e fondeve nga Katari i kanë futur tek ajo fondacion Affinity të ngritur këtu, është në akuzat më dha për vjedhje dhe do të ketë probleme në Senat. Si që zbyth në Beograd dhe në Sazan, mendoj se duhet hik edhe nga Zvërneci. Duhet largohet vetë në qoftë se ka pak dignitet. Mund t'jesh mediokur, mund t'jesh i llastuar, por duhet të kesh dignitet. Sepse është një urrëtie e madhe dhe shqiptarët kanë drejt. Natyrisht që fundit politikisht duhet bëhet zgjedhje. Largimi i Ramës do bëhet në zgjedhje politike. Ndaj këta të rinj e treja, ndaj të cilëve kam respekt absolut, duhet të dinë të zgjedhin të paktën 10 vjet, 10 vjet të artikuluar që t'japin leksione që dhe ata mund t'jenë nesër qeveria Shqipërisë. Veçoj nga ta Rebarin Gjergjin që e njoh, intelektual, bindës, por mund të ketë talente. Njërë ideja që ka ligavecër që thonë, po iku Rama, po kush vjen? Pse më çfarë është Lama? Lenini e pat nivelin e tij tek CNN. Ordiner, siç është. Ishte përpara pasqyrës. Është CNN-i që jepet vetëm në Europë, nuk është CNN-i që jepet këtu. CNN-i është kanal radikal i majt, tejet se marksist. Pronar të rinj janë njerëz afër Trump. Mund ta përmbysin. Nuk është drejtoresh femër tek CNN-i. Është Mark Thompson. Se ka njerëz, mora një mesazh nga drejtoresha. Dhe s'pak është gjallëruar. Ka filluar hetime për një nga pronarët e tokës që ka pasur probleme të mëdha, falsifikime, gjyqje, fillimisht ndaj kataristëve, por natyrisht Rama ka njerëz të vet në SPAK. Sulmet kanë filluar dhe nga Belinda Balluku, e cila ka përdorur një ish futbollist ultramarksist afër Ramës, Taren. Kujtoni ju se është kaq e thjeshtë që Tarja ka vënë emrin e tij në një vilë $145,000 dhe nuk ka marrë një ndërgesë financiare të majme për këtë, është maja e icebergut. Maja e icebergut. Ndaj të rinj protestonte kanë drejt. Ideja që turizmi elitar do të shpëtojë Shqipërinë nuk e besoj. Në Shqipëri kanë ardhur 10 milion turistë, po sa kanë dhënjur? 0,6 net secili. Në Greqi janë 20-40 milion turistë që rinë nga 6 net secili. Ndryshimi duket. Dhe aq më tepër që turizmi krijon probleme, konsumimi i madh i energjisë, i ujit, pra dëmton shumë zonat për qark. Çfarë përfitojnë ata? Një oligark i Ramës ka bërë namin me beton, green cost. Zero ndikimi për zonën. Real estate, vjedhin tokat, ja e Rama, ndërtojnë çip, shesin miliona. Rama është aksioner. Edhe në Zvërnec. Kushtin është sekser. Ata kataristë do t'i përdorin si idiot. Kastrati dhe Rama kanë miliarda fitime. Opozitët duhet të shohet të mbështes
këtë protest. Që numri tjetë 2 fish, tjetë 3 fish. Është çasti që ta zhdukin Ramën, këtë vjedhës të madh, këtë anti-shqiptar, këtë mediokër, këtë njeri bufon që turpëron Shqipërinë. Shqipëria meriton kryeministër serioz. Nuk ka nevojë të kemi kryeministër të tjerë gjithë jetën. Djem, vajza të reja ka plot. Ka në Shqipëri, ka dhe në përbot. Ka menaxher, ka investitor, ka bankier, ka arkitekt, inxhinier, PhD. Shqiptarët janë popull i zgjuar, egoist, ego, kërkojnë dhe kur janë jashtë prosperojnë. Ndërsa në Shqipëri Rama i kërkon të jenë pastrues tek arabët e Katarit, sklever kuzhinier tek ignorantet tralalat si Ivanka, por këtë radhë nuk është aq e lehtë. Ata nuk hikin, sa do kërkojnë të përçajnë. Natyrisht që lufta në Iran, problemet që ka Amerika, nuk e kanë atë vëmendje që duhet ndaj një diktatorit si të vogël në të fshat larg, po që ka përfshirë familjen e Trump, një barë e madhe, e ka futur në korrupsion. Dhe e majta po e ka fshon, po e mbyt çdo ditë, nuk ka faqe të para. Nuk kishte ndodhur kur që kanalet network amerikane të nisnin lajmet në Shqipërinë. Unë kam këtë vend që në 93. Dje, një gjysmë lajm i mirë ishte që Komisioni i Senatit rekomandoi në mënyrë të favorshme disa ambasador, ndërta ish generali me 3 hyje për në Shqipëri. Por nuk ka përfunduar. Nuk uroj që të ndodhte e njëjta gjë me kandidatin e fundit Kostel Naçi, shumë herë më lart se generali, diplomat karriere, i cili u ndalua për një vit dhe u largua nga departamenti përpara disa muajve. Teknikisht, aprovimi nga Komisioni i Senatit kalon tek Senati për një vot të gjithë senatorëve. Teknikisht, ata mund të kalojnë sepse Senati kontrollohet nga republikanët. Ka disa votime që 6 senatorë republikanë kanë votuar kundër partisë së tyre. Nuk dihet data se kur do të caktohet në kalendar ky votim. Mbas qershorit Senati shkon me pushime, dhe kur të kthehen nga pushimet, nuk do të ketë kohë kusht merret me nominime ambasadorësh sepse fillojnë zgjedhjet e reja. Uroj që në kalendar të i këtë muaj. Unë kam folur me përfaqësuesin e shtypit të Komisionit Marrëdhënieve e Jashtme në Senat, dhe më ka thënë që ne e kaluam në mënyrë të favorshme, nuk dim se kur hyn në kalendar dhe kur do të votohet. Pra këtu jemi. Ky general e ka pasur një përvojë të keqe. Ka qenë kandidat për ambasador në Katar. Dihet se kush ka lidhje me Katarin afër presidentit Trump. Ata që e ndaluan atëherë, a do të orvaten të ndalojnë tani? Duke ardhur një ish general, them se do të jetë më serioz se diplomatët si Yuri Kims. Por nuk duhet të fluturoj në jo optimizëm maksimal sikur do të bëjnë Namin. Qëndrimet e departamentit dhe të rrugës janë shqetësuese për Ballkanin. Ende nuk janë të fokusuar dhe nuk janë si fjalimet e G.D. Vance për të mbështetur të djathtën kudo, por në Ballkan ende jo. A mund të mbështesin? Unë shpresoj. Më shumë e kam tek Suzy Wiles dhe G.D. Vance. Ndërkohë që Trump po sulmohet nga të gjitha anët majtës radikale, Kongresi kaloi një rezolut për të ndaluar luftën në Iran, por Trump ka drejtën e vetës, por kjo është një shuplak ndaj tij sepse Kongresi kontrollohet nga republikanët. Disa republikanë votuan kundër tij. Steve Bannon thotë që
do të humbasim senatin. Ata patronazhistët e Partisë Republikane, ata që trokasin derë për të mbledhur vota, nuk janë më optimistë. Nuk fitojnë zgjedhjet, thot Bannon, duke shpenzuar miliona dollar vetëm për reklamat televizive. Dhe ka të drejtë. Edhe në Shqipëri ne e dim që kjo nuk realizohet. Ndërkohë, nuk ndihet ende ajo atmosfera e kampionatit botror, por ka filluar finalja e NBA-t, edhe aty e majta përsëri godet. Një nga basketbollistët e gjatë, jo të New Yorkut, po të krahut perëndimor, në kohën që u ekzekutua hymni amerikan, qëndroi si idiot funksional kontra himnit. Ai ishte 23 vjeç dhe merr miliona duke luajtur basketboll. Duhet të ketë respekt ndaj atyre që shpenzojnë me mijëra dollar për të parë një ndeshje. Natyrisht që kushtetuta e jep drejtën që protestojë ndaj himnit, por kjo tregon shenjat e wokizmit të majt. E ndërkohë në Kongres, mos kujtoni që edhe ne nuk kemi zeqinet tona. Një kinezo-amerikane, 17 vjet kongreswoman e demokratëve, e cila ka dhe një PhD, tregoi haptas ignorancën e saj, kur Gay dhe vllai i Sorosit që është sekretari i thesarit Besant, në një kundra pyetje tha, e dini ju se kush ka qenë president gjatë luftës së parë botërore? Ai tha jo, nuk e di. Ignorancë. Është Wilson i madh, i cili mbahet si një nga ikonat e demokratëve amerikanë. Por wokizmi ja ka hequr emrat e Wilsonit gjithkund, sepse Wilson kishte qenë racist. Imagjinoni një kongreswoman që nuk njeh Wilsonin. Ky është niveli politikanëve kudo në botë fatkeqësisht. Dhe ndaj është koha tavla në ballë e kompani në Shqipëri. Por ai brezi i ri kërkon të zhduk. Kanë vjedhur miliarda dollar. Dalin vila çdo ditë. Dhe ndërkohë shqiptarët përplasen me mbijetesën e ditës. Por gjejnë kohë dhe dalin mitingje të tilla kur shikon fëmijë në karroca, fëmijë të vegjël, nuk kanë frikë. Por pjesa e madhe është indiferente. Kjo është e turpshme. Rinë për kafe, blejnë teoritë që agjentura greke, sërbe, iraniane, dhe kjo është e tristueshme. Pra, e keqja fatkeqësisht me numra është më e madhe në Shqipëri. Por kjo energji që vjen nga këta të rinj, pa diskutim do ta përmbys klasën e vjetër. Të huajt duhet deklarohen, duhet i mbështesin. Kauza e të rinjve është më së drejtë, është hyjnore. Duan kombin e tyre, duan vendin e tyre, nuk duan të jenë koloni. Rama këtë kërkon të realizojë. Rama që breth me jatet e çifutëve, Rama që breth në për Arab nga lidhjet më skandaloze, me avion privat dhe me gurtë të çmuar që ka çuar kudo, me milionat e milionat e dollarëve në Aruba, është kancer i shoqërisë shqiptare. Zhdukeni. Dhe shenjat janë. Është larg për ta hequr me votë. Ky brezëri tregon që shqiptarët nuk kanë vdekur. Respekt ndaj tyre. Kudo në Shqipëri.